ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit, për të adresuar këto financime. Nuk duhet ketë asnjë problem. Nuk duhet ketë asnjë problem në rast se duhet një komponent agropërpunimi në një zonë bujqësore. Për financimin. Në rast se duhet një komponent tjetër, grumbullimi, s'duhet ketë asnjë problem për financimin. Në rast se duhet një stall tjetër, në rast se duhet një mekanik tjetër, në rast se duhet një logjistik tjetër, s'duhet ketë asnjë problem. Pse? Sepse bashkitë dhe ju mund të krijoni nukle, struktura të përbashkëta, kompani të përbashkëta për të marrë këto financime. Janë aty financimet. Presin. Është shumë e thjeshtë të flasësh nga vendi e thuash prit njerëz se duhet na mbroni. Çfarë do të thonë kjo? Çfarë do të thonë kjo? Unë besoj që shteti ka detyrë të qëndrojë pranë fshatit dhe këtij sektori dhe fermerëve dhe bujqëve më shumë se tjerëve, për të njëjtën arsye që shteti qëndron pranë edhe në të gjitha vendet e tjera, sepse është një sektor që ka atë brishësinë e vet. Dhe është një sektor që për të funksionuar si duhet të mbështetet. Patjetër nuk diskutohet, nuk e mohon njeri, nuk e diskuton njeri. Por nga ana tjetër, për të rritur dhe për të forcuar dhe për të bërë më të mëdhenj, ju duhet mendoni si të mëdhenj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu ka shembuj se nuk jemi më 10 vjet përpara që flistim edhe duke i sikur flistim në erë. Sot këtu në këtë territor ka shembuj konkret suksesi. Ka ndërmarrje bujqësore të suksesshme që mjafton ti shohësh se si funksionojnë për të kuptuar se çfarë do të bërë. Nuk funksionon qëndrimi vetëm. Nuk funksionon. Po ti jesh vetëm dhe të qëndrosh atje me atë ngastrën tënde dhe të luftosh atje me veten, mund të shkosh deri në pikën që të mbijetosh, por nuk shkon dot në pikën që të krijosh fitim dhe të rritesh. Po të bashkohesh me tjetrin në krah, me tjetrin atje, atëherë ndryshon puna. Dhe këtu nuk flasim fare për bashkimin si dikur, flasim për bashkimin në interes, që do thot prodhimi se cili e bën vet. Por ama ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur të shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh dhe të bëjmë sukses. Dhe atë volumin e madh të mund ta grumbullojmë, ta konservojmë për kohën kur duhet ta nxjerrim në treg, ta përpunojmë, mos çojmë më vetëm gjithë to produktet freskëta, ti marrim siç janë nga fusha, ti çojmë në Europë, por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu, të prodhojmë, të nxjerrim në produkte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu për tregun vendas, edhe për tregun e huaj. Siç ndodh me vajin e ullirit, duhet ndodhi edhe me të tjerat. Dhe këtu natyrisht që duhen financime, dhe financimet janë.